miq, ditën e sotme do të flasim për trojet tona, për lukinën e Preshevës, për shqiptarët atje edhe për dy vendime që janë marrë së fundmi. Së pari nga Ministria e Jashtme në Tiranë, që do të hap një zyrë konsullore për një konsullat të përgjithshme në Bujanos, edhe së dyti një vendim të miratuar nga Kuvendit i Kosovës ditën e djeshme, një rezolut, më saktë, për të drejtat e shqiptarëve në lukinën e Preshevës. Kjo rezolut është iniciuar nga veprimtari publicisti zoti Refik Hasani, të cilin ne kemi të ftuar në studio. Zoti Hasani, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje edhe për ju e faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit ju, më në fund zëri juaj është dëgjuar muajt e fundit, ka pasur ju keni pas mjaft shkrime të publikuar edhe thirrje si për Tiranën dhe Prishtinën që të kthejnë syt nga lukina, të paktën të bëjnë atë që bëri Kongresi i Shtetet Bashkuara të Amerikës për sa i përket ndalimit e spastrimit etnik aty me heqjen e rezidencave për shqiptarët që jetojnë atje, pra që janë larguar duke u mohuar të drejtat, por më në fund jeni dëgjuar një vendim pozitiv si nga Tirana si nga Prishtina, por prisin që ky vendim që ju keni iniciuar dhe që u miratua dhe nga Kuvendi i Kosovës të përkthehet edhe në realitet, ashtu sikur për konsullatën. Pra të kemi diçka konkrete, mos mbetet në kuadrin e letrave dhe dokumentave. Vërtet, është për ta përshëndet hapjen dhe veprimin e Republikës së Shqipërisë mbi hapjen e konsullatës së përgjithshme të Shqipërisë në Bujanos. Tani më është miratu nga pala sërbe dhe këtë e thot Ministri i Punës të Jashtme zoti Berit Hoxha, i cili në një pronësim e paraqet publikisht që është miratu. Pra, hapja e konsulatës së përgjithshme në Bujanos është një hap, është më shumë dhe përtej një simbolike të caktuar, sepse shteti shqiptar në kuptimin moral, kombëtar, institucional dhe kushtetues mbi të gjitha, tani më ka marrë hapin për hapjen e një konsulate, e cila do të jetë në krah dhe në mbështetje të Preshevës, Bujanosit, Medvegjës, që është një krahinë shqiptare padrejtisht e mbetur nën administrimin e Serbisë. Pra, Bujanosi është zgjedhësi mes Preshevës dhe Bujanosit, por kjo do të shërbejë një vetëm për këto tri komuna, por për gjithë shqiptarët. Po dhe Bujanosi nuk besoj se është zgjedhur pa qëllim në këtë rast. Po mendoj që nuk është zgjedhur pa qëllim, sepse Bujanosi ishte selia dhe është ngritë, është formu dhe është fillu kryengritja armatosore ushtrisë qëllimtare për Preshevë, Bujanos, Medvegjë, pastaj që është ri gjithandej Preshevës dhe Medvegjës, po ashtu kemi në Bujanos një të veçantë, sepse është bërë marrëveshja e Konçulit më 20 maj të vitit 2001. Por ju kërkoni përpos kësaj që të ketë edhe më shumë investime shqiptare aty, pra qeveritë të investojnë për të rritur miqënien e shqiptarëve atje, edhe në arsim sidomos në dije, kulturë, për të mbajtur gjallë trashëgiminë tonë. Është vërtet që kjo konsullat ka zgjuar kurreshtjen dhe interesimin e jashtëzakonshëm, edhe pse, kam thënë publikisht, që është një hapje e vonshme, po më mirë thot populli jo më mirë vonë se kur. Pra, është shumë e rëndësishme që nga afër të ofrojmë mbështetje në arsim, në kulturë, në sport, në shkencë, presmin në të ardhmen që të investojnë më shumë edhe në furnizimin me libra shkollor të gjithë nxënësve dhe në projekte tjera, në ndonjë formim të një instituti për trashëgiminë kulturore historike, e kështu me radhë edhe në botime dhe publikime, revista të ndryshme dhe në aktivitete sportive dhe në aktivitete kulturore që kemi shoqëri kulturartistike që janë dhe bëjnë aktivitet në Preshevë, Bujanos, Medvegjë, që të marrin pjesë në aktivitete gjithëmbashkë shqiptare, por edhe të mbështeten forma ndryshme nga investimet e Shqipërisë, sepse Shqipëria tani më ende nuk ka një kod buxhetar që ndahet nga buxheti i Republikës së Shqipërisë, por duhet marrë parasysh që shteti shqiptar tani më mbështet financimin e bursistëve, studentëve në nivelin bachelor, master e doktoratur, po ashtu mbulon shpenzimet financiare të rrugës dhe shpenzimet e konviktit e kështu me radhë, por kjo për fillim ka qenë e mirëseardhme, por nuk mjafton tani më, duhen edhe investime të tjera. Zoti Hasani, çfarë përmban rezoluta që u miratua mbrëm
Pra, në Kuvendin e Kosovës, me kërkesën tuaj, çfarë ka detajisht brenda, çfarë kërkoni më konkretisht? Është vërtet që në propozim dhe inësim të procedurës që është adresu instancës më të lartë të Republikës së Kosovës, kryeministrit njëherët, kryetarit të Partisë Lëvizjes Vetëvendosje dhe kryetares së Parlamentit të Kosovës, zonjës Albulena Agjiu, njëherët që është ushtruesi i detyrës e presidentit, është adresu kërkesa për miratimin një rezolute që do të miraton dhe tani më dje në seancën e 24 prillit në pikën 13 është miratue pas draftimit, pas harmonizimit me iniciativën timin, por që mbështet nga Lëvizja Vetëvendosja, nga grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosja, po ashtu ka gjetë mbështetje edhe nga partitë politike të përfshira në Parlamentin e Kosovës të kësaj legjislature, të legjislaturës së 10, pra është kanë marrë edhe vendim dhe si pas diskutimeve është votu edhe nga subjekte tjera që janë përfaqësuar aktualisht në Parlamentin e Kosovës. Pra një rezolut e cila flet për padrejsi që i bën shqiptarëve Bresheji Bujanos Medveç, sepse kjo krahinë tani më siç dihen opinioni shqiptar dhe ndërkombëtar, ka një referendum të vitit 1992, 2 mars, ka luftën dhe kryengritjen e armatosur, është një sakrificë në mbrojtje të pragut të dinjitetit dhe identitetit shqiptar, sepse shqiptarët janë autokton, shqiptarët janë etnik në ato hapësira shqiptare dhe Parlamenti i Kosovës don të mbron këto vlera, e veçmas të shtroj në tavolinën e bisedimeve në Bruksel, që nuk mund Brukseli, nuk mund faktori ndërkombëtar që të kërkon vetëm të drejta për pakicën serbe në Kosovë, sepse pakica serbe në Kosovë i gëzon të gjitha të drejtat me konventat më të larta. Asnjë shtet në Bashkimin Evropian dhe jashta Bashkimit Evropian nuk i gëzon këto të drejta. Kujtojmë opinionin e gjerë ndërkombëtar që pakica serbe sot në Kosovë është pjesë kushtetutës së Republikës së Kosovës, është pjesë e Parlamentit të Kosovës, ku me vendet të rezervuara serbët marrin pjesë në Parlamentin e Kosovës. Mos flasim edhe për instanca tjera në Këshillin Gjithësor, Këshillin Prokural, në FSK, në polici, në hierarkinë komanduese dhe zinxhirin komandues të FSK-s apo të policisë. Pra, pakica serbe është e përfshirë, është në nivelin më të lartë, pra është në përpjesë. Ju zoti Hasani po kërkoni që të ketë reciprocitet dhe këtë mendoni që më mirë mund ta bëjë Kosova sesa Shqipëria, duke qenë se Prishtina aktualisht po dialogon me Beogradin për marrëveshjet pra që janë në tryezë në Bruksel, dhe kështu që kërkoni që të vendos kushte atë që do për serbët në Kosovë, ta lejoj për shqiptarët në Serbi. Po, ashtu, dakordom, më vjen mirë që jeni njësi kësaj rrethane edhe kësaj hapësire shqiptare, pra ato që i ceka dhe rendita gjitha ato të drejta që i gëzojnë pakica serbe sot në Republikën e Kosovës, së paku të i gëzojnë të drejtat edhe Presheva Bujanos Medveçja, shqiptarët në Serbi dhe shqiptarët gjithandej në krahinë e Sanxhakut. Pra, të gjitha këto të drejta që i gëzojnë pakica serbe në Kosovë, në asnjë mënyrë, në asnjë rrethon, nuk do duhej të kërkon Bashkimi Evropian të insiston të mos i gëzon këto të drejta shqiptarët e Preshevës Bujanos Medveç. Nuk ka kuptim, sepse këto janë standarde të dy fishta. Diçka kërkohet asacione kështu me radhë për pakicën serbe, kurse për shqiptarët etnik, autokton në Preshevë Bujanos Medveç ju mohohen këto të drejta, jo vetëm që ju mohohen, po ka diskriminim të jashtëzakonshëm, diskriminim të madh, sepse dihet mirëfilli tani më diskriminimi në pasivizimin e adresave, ku statistikat jo të konfirmuara flasin shifra 25.000 banor që janë të pasivizuar, janë banor të askujt. Pra, kemi diskriminim edhe në arsim, shqiptarët atje nuk, nuk gëzojnë të drejtën në arsimimin në universitet, nuk kanë shkollë superiore, nuk kemi institucione tjera që të përfaqësohen gjykatën, prokurim, policisë, zinxhirin komandues, komandantë i stacionit policisë në Bujanos dhe në Preshevë nuk janë shqiptarë.
kurse komandant të stacionit policisë sër kemi në atë pjesën e Kosovës, pjesë Kosovës. Pra, mungojnë gjithë të drejtat që i gëzojnë. Nuk gëzojmë ne as gjysmën, as qerekun e të drejtave që i gëzojnë serbët, parkica serbe në Republikën e Kosovës. Nuk gëzojmë përkundër referendumit, përkundër luftës dhe sakrificës që është mbrojt pragu, lufta, sakrifica që më bës, marrëveshjes Konxhulit, ne ende nuk gëzojmë këtë të drejtë. Në mos gaboj, keni dërguar edhe në Strasburg çështjen e pasivizimit të adresave. Po, është vërtet që është ngrit më 8 korrik të vitit 2022, Parlamenti Evropian ka bërë një rezolut lidhur me diskriminimin, spastrimin etnik të Preshevës, Banjës Medvegjës, të qytetarëve, gjithsesi të shtetasve të Republikës së Serbisë që ju ka mohu e drejta e regjistrimit, e drejta e shtetësisë, e drejta e gjitha të drejtave që vinë vargëvi lidhur me pasivizimin e adresave. Pra, ka bërë një rezolut Parlamenti Evropian, pastaj me 21 janar është ngrit në nivelin më të lartë edhe në Kongresin Amerikan, një rezolutë e cila pritet të mbrëmje 180 ditë pas diskutimit, pas kalimit të procedura që duhet ndjekur, besoj dhe mbesemi me shpresë që ajo të miratohet. Pastaj me 2 mars të vitit 2026 këtij viti, pra, është bën një pati në gjykatën ndërkombëtare për drejtat e njerëzit në Strasburg lidhur me pasivizimin e adresave. Është fjala për një rast konkret nga Bujanosi, por si duket marr parasysh përvojat dhe praktikat e ndjekura nga pasivizimi i adresave në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, këtë mund të ketë efekte edhe për gjithë diskriminimin dhe shpresojmë që kjo të marrë për masa që të dënohet Serbia. Pra ju shpresoni ashtu si ju dhe të gjithë ne që të jetë një precedent pozitiv për të mos e humbur këtë të drejtë shqiptarët atje. Zoti Hasani, ju në këtë bisedë më përmendët pra gjithçka nga lufta, referendumi, lufta, rezolutat e shumta, por deri edhe tek projektet që ju nuk e përmendët në këtë rast, por po e përmend unë, që kishte pak kohë më parë edhe ideja e shkëmbimit të territoreve, pra të ndryshimit të hartës. Pra, me pak fjalë nuk po gjen qetësi pjesa shqiptare aty. Por ju po bëni përpjekje maksimale për t'u integruar atje, duke kërkuar drejtat tuaja. Si mendoni se do jetë procesi në vazhdim, pra fundi, si në gjykimin tuaj, si zgjidhet një herë mirë ky problem? Unë mendoj dhe kam thënë publikisht edhe përmes shkrimeve, shtrimeve publicistik që janë publiku që shkëmbim territoreve të Lepasavicit, si që Shucek 2018-20, Zubin Potokut, Mitrovicës së Veriut, me u shkëmby me Preshevë, Bujanos dhe Medvegjë, nuk është në interesin strategjik të shqiptarëve, sepse ato janë hapësira etnike, autoktone shqiptare, kurse kjo pjesa e Mitrovicës apo Kosovës veriore, po ashtu është e jonja. Ne nuk do të duhej të bim në atë nivel që të shkëmbejmë territorit të tona. Nuk japim të tona me marrë. Faktësisht edhe në bisedën e parë që kemi zhvilluar së bashku, që jeni kundër kësaj ide. Pra, kjo ide nuk është e menduar mirë, pavarësisht që kanë dhënë dhe janë përkrahasë disa nivele të largëta intelektuale, akademike edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, në diasporë. Unë mendoj që kjo duhet mendohet mirë, të vëjmë gishtin në kokë dhe të mendojmë larg, sepse kjo nuk është në interesin tonë, por duhet të ketë reciprocitet, duhet të ketë zbatim të marrëveshjeve që ka bërë Serbia në praninë dhe në prezencën dhe garancionin ndërkombëtar për Preshevë, Bujanos, Medvegjë. Zoti Hasani, situata politike që është në Beograd është shpresënëse për shqiptarët? Pra, aktualisht duke sikur Vučić po shkon drejt fundit dhe janë të shumtë ata që mendojnë që pas Orbanit e ka i rrallën. Por nga alternativa, nga opozita që ndoshta mund të vinë pas tij, presupozohet që shqiptarët janë më mirë apo edhe më keq se që janë tani? Unë nuk pres zhvillime të reja që u ndru një X apo Y shkoj nga pushteti apo zvoglu në pushtet Aleksandar Vučić, do të vjen ndonjë tjetër, çdo kush që është dhe që do të vjen
gati edhe për një shekull nuk ka një ndryshim në raport me shqiptarët. Këtë më së miri e ka tregu koha praktika që jemi duke jetu se vetëm Bashkimi Evropian, vetëm faktori politik dhe ushtarak ndërkombëtar në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës e gjunjëzojnë gjithsesi e bindën Serbinë që Serbia duhet të respektojë, të zbatoj të gjitha rregullat që duhet të zbaton, sepse shqiptarët dhe serbët janë dy popull më të mëdhenj në këtë pjesë të Ballkanit, kurse ne shqiptarët nuk kemi bën asnjëherë luftë pushtuese ndaj askujt e veçmas ndaj serbëve, kurse serbët kanë bën luftë pushtuese ndaj neve shqiptarëve. Prandaj ne nuk e kemi borxh askujt as e aq më pak Serbisë, pra këtu është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian duhet të jetë më insistues, duhet të jetë më i përpik dhe nuk do duhet me Bashkimi Evropian me ra në Shtetet e Bashkuara se BE-ja se diku ka kokën për momentin për vete. E kuptoj, por megjithatë do duhet të insistojnë që Serbia të zbatojë këto, sepse Serbia nuk ka problem vetëm me shqiptarë, Serbia don të kthen hegemoninë serbe sikur që ishte Jugosllavia në atë kohë. Po ka ndonjë efekt nga momenti që u miratua rezoluta në Kongresin Amerikan? Keni ndjen ndonjë efekt aty? Unë mendoj që efektet do të vijojnë në të ardhmen e afërt dhe Serbia din të shoti në has këto çështje dhe unë mendoj kjo është prezantës rezolutat e Parlamentit Evropian, Parlamentit të Kosovës, shpresoj dhe mbes me shumë shpresë që dhe Parlamenti i Shqipërisë të bëjnë një rezolutë të tillë. Kam edhe diçka të fundit zoti Hasani. Ku ndryshon situata aktualisht e shqiptarëve në Preshevë nga ajo e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut? Se më duket të dy palët ankohen për mos zbatimin e marrëveshjes. Ju sigurisht e thatë pak më lart, por edhe pjesa tjetër e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut për marrëveshjen e Ohrit. Ne jemi shqiptarë në këto krahin, në këto hapësira etnike shqiptare, edhe shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, edhe shqiptarët në Preshevë janë smedhesh, po ashtu të dy kanë bërë lufta shtetimtare, ushtria shtetimtare kombëtare ka bërë luftë për liri, për drejta, për barazi në Maqedoninë e Veriut, po ashtu ato kanë një marrëveshje të Konçulit, po ato kanë një sekretarit marrëveshjes së Ohrit. Ato bisedojnë nivelin më të lartë apo zbatohet marrëveshja e Ohrit. Kështu që nuk mund t'i krahasojmë shqiptarët po nuk është zbatuar, as atje kanë fjalën. Po, megjithatë faktori politik dhe i shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut është një subjektivitet, është një pjesë e shtetit shqiptar, është vetë shteti, po mendoj vetë shteti maqedon, dhe janë këto do duhet me qenë element konstitutiv i kushtetutës dhe gjitha instancat të Maqedonisë së Veriut. Kurse shqiptarët e përbëjnë një hapësirë që e kanë shumicë. Pra, është një krahasim si shqiptar, por nuk mund të krahasohet në kuptimin sepse shqiptarët Maqedonisë së Veriut e përbëjnë më tepër se gjysmën, ndash me territor, ndash me popullatë kështu me radhë. Po ato duhet të jenë më këmbgulës sepse ishte shumë e dhimbshme kur shqiptarët kanë një marrëveshje të Ohrit, shqiptarët e Maqedonisë së Veriut kanë bërë një luftë ushtrisë shtetimtare kombëtare, apo ka një referendum dhe ende sot asaj dite jo mohohet e drejta për me dhënë provim për jurisprudent, pra është e tepër. Pra, shqiptarët në Maqedoninë e Veriut kanë më pak të drejta sepse pakica serbe në Kosovë. Pikërisht për këtë kisha fjalën që pavarësisht asaj që bën, gjithçka deri tani duket sikur ka mbetur në letër. Zoti Hasani do ta mbyllim me atë që ju thatë pak më lart me thirrjen që kërkesa juaj sikur miratuan kuvendin e Kosovës të gjejë hapësirë vend edhe të miratohet pas konsullatës, pra të jetë një tjetër hap nga Tirana duke miratuar edhe në kuvendin e Shqipërisë. Prandaj shumë besoj me shpresë. Të falenderoj edhe unë shumë.